dhe se ky raport është pasqyra më besnike e paraqitur ndonjëherë në historinë e këtij vendi, kushtuar realitetit aktual shqiptar. Nga alfa tek omega, ky raport paraqet Shqipërinë një shtet të kapur nga krimi organizuar dhe lidhjet e tij me nivelet më të larta të qeverisë, të kapur nga oligarkët që diktojnë çdo gjë, të kapur nga kartelet e drogës dhe droga. Raporti paraqet rënimin e procesit zgjedhor në Shqipëri. U referohet për këte raporteve më prestigjioze ndërkombëtare të OSBE-ODIHR-it dhe Institutit Videm. Ndalet në shndrimin e procesit zgjedhor në një farsë të vërtet zgjedhore, nga përdorimi të gjitha resurseve shtetërore dhe administrative nga partia shtet. Pjesëmarrja aktive e krimit të organizuar dhe karteleve të drogës. Rrjetet terroriste politike të patronazhistëve.